Sot nuk do ta zgjas shumë, sepse i thanë kolegë deputet nga gjitha partitë dhe ngritën shumë çështje, prandaj sot kur po diskutojmë për buxhetin nuk do të flas as për zhvillimin e infrastrukturës, as për policinë, as për ushtrinë, nuk do të flas as për energjinë elektrike ose shtrejtimin e energjisë elektrike, as për ujin dhe për asgjë tjetër, por kjo nënkupton që i mbështes të gjitha adresimet që i folën ose i thanë bashkëpartijaket e mi, po dhe kolegë tjerë deputet nga tabori tjetër opozitor. Duke i mbështetur gjitha kërkesat nga kolegët, unë nuk mund të hesh sot vetëm për një çështje. Dhe kjo çështje, të cilën do ta ngris tani, unë mendoj që nuk duhet heshtur nga askush nga ne. Për një çështje më të ndjeshme dhe më të dhimbshme për shoqërinë tonë, e që është siguria në shkolla. Fatkeqësisht, çdo ditë po lexojmë, po dëgjojmë lajme për dukuri devijante të rrezikshme, të cilat ju kanë vërshuar shkollave shqipe në Kosovë. Shkolla duhet jetë tempulli i dijes dhe i edukimit, duhet jetë vendi i sigurt ku prindrit i dërgojnë fëmijët dhe jo hapësirë ku fëmijët tanë përballen me drogë, dhunë e dukuri tjera negative. Fatkeqësisht, sot jemi dëshmitarë se në shumë shkolla, nxënësit që nga klasët e 5-ta janë të ekspozuar ndaj substancave narkotike dhe ndikimeve që rrezikojnë shëndetin dhe të ardhmen e tyre. Prandaj, para se të kërkojmë mësim tërditor, para se të kërkojmë teknologji, para se të kërkojmë inovacion, ne duhet kërkojmë siguri, sepse jo gjithë shtetarët e Republikës Kosovës i kanë mundësit, si që ka presidentja e vendit që fëmijët i çojnë në kolegje e shkolla private. Jo gjithë qytetarët e Republikës Kosovës i kanë mundësit që t'i shkollojnë fëmijët në Norvegji, si që i shkollon kryeministri i vendit. Fatkeqësisht, sot gjendja është alarmante dhe kjo nuk është çështje që pret. Kjo është çështje emergjente dhe kombëtare. Dhe këtu kërkoj mbështetjen edhe të ish-ministrës Nagafci, e cila është jashtëzakonisht mirë e njoftuar për gjendjen e rëndë që dominon në shkolla. Prandaj, në kuadër buxhetit 2026, kërkoj që të ndahet një linje veçantë buxhetore për rritjen e sigurisë në shkollat tona, përmes vendosjes së kamerave dhe sistemeve moderne të sigurisë, shtimit të stafit mbikëqyrës dhe psikologëve shkollor, programeve parandaluese kundër drogës dhe dhunës, bashkëpunimit të strukturuar mes shkollave, prindërve dhe institucioneve të rendit. Institucionet si Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ministria e Punëve të Brendshme duhet ta kenë prioritet të padiskutueshëm dhe të trajtojnë me seriozitet maksimal. Nëse sot nuk investojmë në sigurinë e fëmijëve tanë, nesër do të paguajmë shumë fish më tepër në pasoja sociale, shëndetësore e morale. Buxheti nuk është thjesht një dokument financiar, është dokument vlerash dhe prioritetesh. Dhe prioriteti ynë duhet të jenë fëmijët e Kosovës, sepse një shoqëri që nuk i mbron fëmijët e saj, nuk e ka të sigurt as të ardhmen e vet. Faleminderit.